Në emisionin Gjurmëve të Prishtarëve të Arsimit në televizionin Uskana këtë javë ftuar ishte veterani i arsimit shqip në Kërçov Nexhat Ariti. Gjatë intervistës ai tregoi me krenari një fakt të rrallë, se gjatë 43 viteve të tij si mësues nuk ka munguar asnjë ditë në orët mësimore. Sa Nexhat Ariti ka shikuar që të lëvizin nga puna, t'i lojë zasi 2-3 muaj dhe të ketë më pastaj përsëri këtë. Nexhat Ariti asnjëherë nuk ka munguar në punë. Ora e parë fillon në ora 7, arsimtarët duhet të jetë 10 minuta në 7, unë për 43 vjetë që ato ditë, unë kom qenë gjithmonë në orë 6:30 në vendin e punës. Ma me ndonjëherë kish mungu me muj? Asnjëherë s'kom mungu me muj, as me javë, as me ditë. Vetëm kom mungu 7 ditë kur më ka ndërru jetë baba. Sa nuk ka ndodhur që Nuk ka ndodhur asnjëherë. As pushim mjekësor, kom marrë as kur gjë. Gjithë kjo ka qenë për kushtimin ndaj... Për kushtimin ndaj punës. Punuesh të kesh sukses. Çdo punë, po se patën me përkushtim, me vendim, me dëshirë, s'ke rezultat, ti ka të mundohesh.